Kemi edhe një pyetje tjetër. Selam aleikum, për hoxhën e nderuar dhe juve në studio. Si është halli i atyre vllaznive që tregohen si musliman takua, e nga ana tjetër nuk i lejnë të qetë nga gibeti vëllezërit e tyre, po ashtu edhe në Ramazan duke qenë me agjerim? Kjo pyetje Allah e shpërblet këtë vëllaun është sikurse me prekën plagë, domethënë, ajo që na e folën pak më herët Ramazanit dhe ndryshimi i sjelljes së moralit. Jo vetëm Ramazan, besimtari e ka të ndaluar për gojimin dhe bartën e fjalëve, edhe jashtë Ramazanit. Edhe është interesant që besimtarët, e tani po flas për ata që falen, para se me fol për ata që s'falen. Është interesant se për shembull ndalen edhe japin kritika disa gabimeve që fetarisht janë gabime, siç është për shembull konsumimi i duhanit. Fetarisht është gabim sepse është domethënë e dëmshme për shëndetin edhe është haram. Mirë po, si mëkat, konsumimi i duhanit është mëkat më i vogël se përgojimi. Pse? Se harami është haram, se duhani është haram i thjesht. A përgojimi dhe bartja e fjalës është për mëkateve të mëdha. E haramat janë kategori. E sa na i rim karshe atyre që konsumojnë duhan, edhe vazhdon për të madhe që është me drejt, me vend, sa gabim, edhe na kemi detyrë dhe obligim të reagojmë karshe gabimeve. Mirë po, shumë më pak na rim karshe atyre që përgojojnë. A përgojimi që e ka për mëkateve të mëdha. Edhe çka është përgojimi? Se dikush thot, po ai e ka bat, ai ashtu është, unë s'jam pishtu gjona. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhikru akhaka bima yakra. Ka thënë nuk është gibet përgojim, ti shtosh atij atë që s'e ka, por t'ia përmendish atë që e ka, pa s'ka dëshirë t'ia përmendish. Ande përgojimi është përmendish të keqen e vllaut tan, që ai s'ka dëshirë ta përmendish ti për të. Edhe kjo është kundërshtim me sjelljen e besimtarit, që muslimani domethënë i arsyeton musliman, u ambulon të metat muslimanëve nëse i kanë dhe i përmend të mirat e jo të këqijat. E fatkeqësisht nëse ndodh ky gabim edhe në Ramazan, gabimi shtohet për shkak të shenjtërisë së muajit që është. Edhe kështu ulemat kanë thonë, ashtu sikurse shtohet domethënë dami i mëkateve për shkak të shenjtërisë së vendit, si është çabja për shembull, ashtu shtohet edhe për shkak të shenjtërisë së muajit, sikurse është muaji i Ramazanit. Andaj nëse një besimtar ka hyrë në Ramazan dhe akoma ai abstenon nga ngrënia dhe nga pirja, pse agjeron, këtë rast po han mishin e vllaut të tij të vdekur, edhe pse është agjerueshëm. Domethënë i vjen era e kalft, era e kelbit nga goja e tij sepse është e mbushur me mish të vllaut të tij të vdekur. Dhe para disa ditëve e pash një kartolinë që i bën disa musliman si shembull të atij që përgojon. Dhe kishin mbush gojen ke gjak, domethënë edhe i rreth ke gjaku si aty me vampirave që i shohim në filma, fatkeqësisht filma të rrënjshëm, sa nuk është e vërtetë, nuk ka vampira, por tash ajo është një farë trendi për të fiksuar njerëzit. Edhe ashtu me gjak duke rreth nga goja e tij, domethënë ishte shembull atij që përgojon, edhe kështu e ka përshkruar Allahu Subhanahu wa taala, domethënë yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, a doni të hani mishin e vllaut tuaj të vdekur dhe gjë që ju për ju është e nevoshme. Andaj përgojimi është sikur të hash një xhenaze, domethënë, para sa është punë e trishtueshme, sa është punë e keqe, sa është punë e nevoshme, punë që çim me vjell. Mirë po ti në Ramazan nuk kanë edhe nuk pin halalin, a han fatkeqësisht haramin. Edhe padyshim se kjo është një veti shumë e keqe dhe shumë e ulë që mund ta ketë besimtar, andaj le ta bëna për vete edhe na për vete të gjithë, se fatkeqësisht gibeti është një smundje kronike veç që bëhet musliman, një smundje epidemike që domethënë ka kap një sasi të madhe të muslimanëve, Zoti na ruaj. E ta bëjmë në këtë muaj Ramazan që ta ndalim gibetin dhe mos përgojojmë askënd për hir të Allahut subhanahu wa taala.